cila definitivisht duhet të na tregojnë që ne duhet të bëjmë kontrolla paraprake, themi marramendje, ose çfarë do lloj simptome do të na sugjeronin për më shumë vëmendje dhe më shumë kontrolla? Po, sëmundjet kronike si hipertensioni arterial, sëmundje diabeti, këto janë që zakonisht janë të moshat e avancuara dhe priten prej 40-tave të shfaqen të çdo potencialisht të çdo person, po neve na intereson pjesa e shtatzanisë, nëse veç kanë këto shenja, kanë lodhje të tepruar, kanë marramendje, ndihen të plagësht, patjetër duhet të bëjnë një kontroll, edhe nëse nuk janë shtatzan. Kjo zbulimi i hershëm i tyre na mundëson që të bëjmë planifikimin dhe menaxhimin e mirë tyre, smundjeve dhe të kemi edhe tek raste që kanë, unë them asnjëherë nuk duhet të dorëzohen pavarësisht moshës. Çdo grua ka të drejtën e amësisë dhe kjo është gjë e shenjtë. Sot me avancimin edhe përdorimin e teknikave miksore është mundur kjo gjë me fertilizimin in vitro dhe në moshat 50 vjeçare. Por nuk duhet të jem shumë inkurajuese për një gjë të tillë se me statistika diku në Amerikë 20 vjeçare në fundit 70% e femrave pas moshës 40 vjeçare janë shtatzana me vezë të dhuruara, kështu që ora biologjike është e shenjtë dhe nuk duhet ta anashkalojmë. Cilat janë disa nga gabimet që ju i vëni re, sidomos tek moshat mbi 35 që gratë mund të bëjnë dhe ju sot do t'i sugjeroni që t'i shmangin ato? Po, unë jam e re, unë kam cikel të rregull menstrual, kështu që unë mundem me mbet shtatzan kur të dua. Kjo do të thoja që nuk vlen për të gjitha, çdo person është individual dhe kontrollat janë shumë të rëndësishme për të përcaktuar ato se deri ku është kufiri për ty. Deri ku është kufiri dhe sa duhet të presim për pas një shtatzani të shëndetshme dhe suksesshme. Të flasim pak edhe për procesin e lindjes, ju edhe përmendet shkurtimisht. Pse ndoshta këto shtatzani qojnë më shpesh në lindje me prerje cezariane? Po, pas moshës 35 vjeçare ose shtatzani në moshë të shtyra siç e quajmë, kushtet që krijohen gjatë rrugtimit shtatzanisë, urgjencat mjekësore si hipertensioni, diabeti gestacional, keq pozicionimi i frytit, lindjet e parakohshme, të gjitha këto e rritin shanset për lindje me prerje cezariane dhe mundësia për lindje natyrale është më e vogël, ndër indikacionet që janë për lindje me prerje cezariane është edhe mosha. Dhe këtu të flasim edhe pak për ndikimin pastaj te foshnja e lindjes me prerje cezariane. Po, lindja natyrale edhe për foshnjën është shumë e mirë, aq më tepër edhe për nanën. Çdo operacion ajo është ndërhyrje dhe rreziqet janë shumë më të mëdha. Por lindja me rrugë natyrale e bebes krijon një imunitet duke kaluar në kanalin e lindjes, ashtu si edhe natyra Zoti e ka krijuar, që fiton imunitet, është më i shëndetshëm, është më i stabil edhe për jetën pas lindjes. Kështu që çdo nënë, çdo kandidatje për të bërë nënë, do i preferoja së pari rrugën natyrale të lindjes për vete dhe për fëmijën e saj. Për fëmijën. Po burrat, partnerët, sa janë të informuar dhe sa duhet të jenë të informuar, në veçantë edhe te pikërisht shtatzanit për cilat po flasim? Fatkeqësisht themi nuk janë shumë të informuar apo të themi e anashkalojnë këtë pjesë. Mbështetja e tyre për partnerët, për bashkëshortet e tyre është shumë e rëndësishme. Sidomos tek shtatzanat në moshë të shtyar, të themi kushtimisht, gjendja emocionale është shumë e ndryshuar. Një mbështetje nga partneri i saj është shumë e rëndësishme për me pas një shtatzani suksesshme edhe një lindje suksesshme. Jo vetëm partneri, por edhe familjarët dhe shoqëria në tërësi duhet të jetë më e përgatitur që të pranojmë shtatzanit në moshë mbi 35. Për vetë faktin se sot liria e zgjedhjes është më pranë gjithë secilës edhe integrimin e tregun e punës i ka mundësuar gratë që
të kenë këto vendimmarrje, kështu që na duhet të jemi si shoqëri, të mbështesim ato, por para kësaj të